Në një kohë kur sektori i ndërtimit është një nga gjeneruesit më të mëdhenj të mbetjeve, dy arkitekt kanë zgjedhur të shohin përteja asaj që zakonisht hidhet. Nga kantierët e ndërtimit, aty ku materiali përfundon ciklin e vet funksional, lind një ide që jep mbetjeve një jetë të dytë, duke i kthyer ato në abazhur. Si lindi ideja e përdorimit të mbetjeve të ndërtimit për të krijuar abazhur dhe produkte të tjera dizajni? Unë dhe partnerim Gyst, jemi të dy arkitekt, jemi bashkëthemeluesit e Bezh dhe kemi punuar për shumë vite në fushën e arkitekturës dhe afër kantierëve të ndërtimit. Dhe kemi parë se sa shumë mbetje shkaktohen nga kantierët e nga ndërtimi. Kështu që vendosëm të bëjmë një ndryshim pak në karrierën tonë dhe t'i dedikohemi pjesërisht ripërdorimit të disa prej këtyre mbetjeve të krijuara. Abazhurët tanë janë të krijuar në bazë nëpërmjet disa gjeosondave, të cilat merren në kantierët e ndërtimit për t'u testuar në laborator dhe më pas ato hidhen. Në këtë moment ne ndërhyjmë, i marrim këto gjeosonda, të cilat janë testuar dhe i përpunojmë dhe i transformojmë në abazhur. Frymëzimi për këtë projekt nuk vjen nga një ide abstrakte, por nga përvoja konkrete në terren. Vite pune pranë kantierëve të ndërtimit, pjesëmarrje në projekte arkitekturore dhe kontakti vazhdueshëm me materialet i kanë bërë krijuesit e tij dëshmitar të drejtë për drejtë të sasisë së madhe të mbetjeve që gjenerohen çdo ditë. Një gjeosond betoni e shpëtuar rastësisht nga hedhja u kthye në simbolin e kësaj ideje. E ruajtur për vite me radhë, ajo nuk ishte thjesht një copë materiali, por një kujtesë e vazhdueshme se edhe ajo që konsiderohet e pavlefshme mund të ketë vlerë estetike, por jo vetëm. Çfarë të frymëzoi personalisht për të bërë krijime të tilla? Ne kishim në shtëpi në fakt një nga gjeosondat e marrë nga sheshi Skënderbej, ku Gysti ka punuar në projekt edhe në zbatim. Dhe kjo gjeosond ishte një gjeosond betoni, shumë e bukur, me të gjithë gurët e vegjël që janë përbërja e mishelës betonit në pamje, dhe ne na vinte shumë keq që ta hidhnim. Kështu që ajo që ndroi e kemi ruajtur për disa vite, deri kur lindi dëshira dhe ideja për ta shndruar në një abazhur. Kështu mendoj është jo vetëm dëshira për të ripërdorur materiale, por për të vlerësuar disa materiale, të cilat janë materialet natyrale, ne përdorim edhe gurin natyror, por edhe përbërje të tjera të betonit, të cilat përdoren në arkitekturë dhe janë jo vetëm të bukura nga ana estetike, por kanë edhe një jetëgjatësi shumë të madhe. Dhe këto janë arsyet kryesore që na shtyn të krijojmë objekte me materiale të ripërdorura, ricikluara, të cilat kanë prejardhje natyrore dhe kanë një jetëgjatësi shumë të madhe. Procesi i prodhimit nis me përzgjedhjen e materialeve. Në varësi të materialit, betoni apo guri natyror, ndiqen metoda të ndryshme për punimi. Materialet më të forta përpunohen përmes bashkëpunimeve me subjekte që disponojnë makineri të specializuara, ndërsa betoni trajtohet kryesisht në atelje. Përpunimi përfshin shpimin e cilindrave dhe integrimin e elementeve elektrike në brendësi të materialit. Pjesët elektrike përdoren në përputhje me standardet përkatëse të sigurisë, ndërsa elementët strukturor prodhohen sipas dizajnit të përcaktuar. Procesi realizohet në mënyrë manuale dhe nuk është i përshtatshëm për prodhim në seri, pasi çdo material ka karakteristika të ndryshme. Samuela na trego pak për procesin teknik, si e bën transformimin e mbetjeve në abazhur. Atëherë, ne fillojmë me përzgjedhjen e gjeosondave, ashtu siç e thash, pranë laboratoreve apo edhe nga sheshet e ndërtimit njëherë. Dhe marrim këto, në këtë rast kemi një gur natyror, marrim këto cilindrat dhe fillojmë të bëjmë shpimet, cilat janë Në këtë rast janë të kryera, sepse guri natyror kërkon makineri goxha më të rënda, kështu që bëjmë edhe bashkëpunime me kompani që kanë makineri që më të fuqishme. Ndërkohë që kur kemi raste të betonit, ta punojmë direkte në ateljen tonë, sepse është më i lehtë për të shpuar dhe për të përpunuar. Por shpimet janë të njëjta. Këto janë shpimet që i bëjmë betonit dhe e përgatisim për të bërë lidhjet elektrike.
Pra, zhysim portolampa është e gjitha integruar brenda cilindrit, gjithashtu edhe çelësi dhe lidhjet elektrike bëhen në brendësi për të pasur një dizajn sa më të pastër edhe minimalist në pamjen e jashtme. Ashtu siç mund ta shohim edhe tek ky cilindër i cili është i lidhur dhe i mbyllur, është i asembluar nga pjesa elektrike. Pra kjo është pamja përfundimtare e çelësit, i cili është i gjithi i lidhur në pjesën e brendshme, pjesa e portolampës dhe kabli që gjithashtu ka këtë shpimin e posaçëm dhe del në një lartësi nga sipërfaqja ku vendoset abazhuri, për të pasur një pamje të pastër, minimaliste. Portolampat janë të bëra gjitha me porosi, pra ju thjesht bëni pjesën e montimit në fund? Portolampa tani ka disa element që ne i bëjmë me cilat prodhohen posaçërisht për ne dhe i kemi bërë dizajnet vet, siç është kjo struktura metalike, e cila është e prerë me lazer, dhe kjo është struktura ku qëndron koka e abazhurit. Për sa i përket lidhjeve elektrike dhe portolampës, ato duhet i marrim të parafabrikuara, sepse duhet të jenë edhe konform disa normativave për sigurinë e lidhjeve elektrike. Ndërkohë që, siç e përmenda, pjesa e strukturës është e bërë posaçërisht për këtë abazhur dhe koka e abazhurit, e cila është e punuar në tornë. Ne kemi zhvilluar disa bashkëpunime me artizan nga vende të ndryshme të Shqipërisë. Për momentin po punojmë me një artizan në Elbasan, i cili punon teknikën e tornës. Kjo është një teknikë që në ditët e sotshme sa vjen dhe po zhduket, sepse është një procedurë shumë e gjatë pune dhe avasht, dhe duke qenë se... Dhe kërkon shumë kujdes besoj në realizimin kërkon kujdes, kërkon kohë dhe në ditët e sotshme përdoren shumë teknika të automatizuara me makineri, cilat janë më të shpejta, mund të prodhohet në seri, ndërsa kjo është një formë që nuk të lejon të prodhosh në seri, sepse çdo kokë abazhuri që punohet ndryshon. Ndryshon nga druri, ndryshon sepse punohet me dorë, kështu që lehtësisht forma merr ato variacionet e veta. Kështu që kjo është një pjesë që jemi shumë të lumtur, që e kemi të integruar në produktet tona, dhe edhe në projektet e ardhshme që po zhvillojmë, ne vazhdojmë të kemi këtë bashkëpunim me artizan. Dhe me që se përmenda veçantin dhe e produktit, që se cila nga kokat e punuara është unike, e njëjta gjë vlen edhe për bazat, për cilindrat. Pra këto janë cilindrat cilat nuk janë marrë me porosi, por janë cilindrat cilat janë nxjerrë nga kantiere ndërtimi, në varësi të vendit ku po ndërtohet. Kështu që në rastin e gurit natyror, ato vijnë nga male të ndryshme, në krajina të ndryshme të Shqipërisë. Dhe e njëjta gjë ndodh edhe për betonin. Betoni merret nga strukturat. Merret nga një mishela që bëhen paraprakisht për ta testuar betonin para se ndërtohet, por nganjëherë shpohet edhe në kantier. Kështu që kemi disa abazhur, cilët i kemi marrë nga arkitektura të ndryshme që po bëhen kryesisht në qytetin e Tiranës. Dhe secili prej tyre është unik, sepse këto nuk janë të prodhuar enkas. Pra ne shkojmë edhe i zgjedhim atje ku janë bërë shpimet. Ti përpiqesh të ruash një stil minimalist dhe të pastër në gjitha krijimet e tua. Sidomos kur përdor materiale që janë kaq të pasura, si guri natyror, druri, betoni, që prapë në përbërje ka gur. Nuk është e nevojshme që të egzagerosh shumë në dizajn apo në forma, kështu që ne duam thjesht të theksojmë akoma më shumë vlera dhe bukuritë e materialeve natyrale, duke i integruar në dizajne shumë të thjeshta dhe minimaliste. Cilat janë disa nga sfidat që ke hasur gjatë krijimit të këtyre produkteve të dizajnit? Në Shqipëri nuk kemi një kulturë ende për produkte dizajni. Jemi të mësuar që të blejmë produkte të industrializuara, kështu që automatikisht edhe në pjesën e prodhimit të aksesorëve apo të pjesëve për produkte dizajni, qoftë edhe gjetja në treg të këtyre materialeve është goxha e vështirë. Kështu që në fillim përpara se ne të realizonim produktin ton të parë, na është dashur rreth një vit që jo vetëm ta testojmë dhe të bëjmë provat për pjesën elektrike dhe teknike të gjithë procesit, por është shumë e vështirë edhe që të gjesh aksesorët e duhur
për shembull siç kemi Chelsea-n, abazhurit i cili na kujton pak ato Chelsea-t e vjetër që përdoreshin edhe në shtëpi apo në objekte. Dhe është një kërkim edhe bashkëpunim që ne bëjmë me shumë njerëz për të arritur dhe të gjetur ato aksesorët e posaçëm, po edhe për shërbime të ndryshme, si për shembull koka e drurit. Kemi kaluar në shumë bashkëpunime, derisa kemi gjetur njerëzit që janë të interesuar për të bërë një punë të tillë, e cila kërkon shumë kohë, nuk bëhet në sasi shumë të mëdha dhe nuk mund të shikosh në mënyrë të menjëhershme një përfitim shumë të madh financiar, por duhet thjesht të besosh edhe të kesh atë vizionin, të bashkohesh me vizionin që ne kemi pasur që në fillim. Dhe po ju tregoj pak dhe asemblimi, njëkohësisht është shumë i thjeshtë, sepse ne kemi këto 3 elementet kryesorë, të cilët janë cilindri, struktura metalike dhe koka e drurit. Kështu që vendosim strukturën metalike, e fiksojmë me këtë elementin e portolampës, vendosim lampën dhe koka është e punuar në mënyrë të tillë që të flejë mbi strukturën metalike. Mund ta vendosim në prizë e abazhurit. Dhe kur është normalisht në ambiente pak më të errta, vlerësohet akoma më shumë ai ndriçimi dhe druri jep shumë ngrohtësi e dritës që lëshon. Kjo është një gjeosond betoni, e cila është marrë nga një mur, ka dhe shënimin këtu. Dhe gjeosondat e betonit, siç e përmenda, ne i punojmë në ateljen ton, sepse janë më të buta dhe mund të punojmë me makineri më të vogla. Dhe ky është një pjesë e procesit. Çdo abazhur është një histori më vete, e lidhur me vendin nga ka ardhur materiali, me dorën që e ka përpunuar dhe me idenë që e ka transformuar. Ky projekt ilustron një qasje alternative ndaj menaxhimit të mbetjeve të ndërtimit, duke treguar se një pjesë e tyre mund të integrohet në produkte me përdorim të përditshëm. Fillimisht ka pasur më shumë interes nga të huajt, sepse ata janë më familjarë, njohin më mirë produktin e dizajnit dhe materialet e ripërdorura. Por më pas mendoj që ka ndryshuar shumë edhe opinioni i shqiptarëve, duke qenë se ne kemi qenë goxha aktiv në evente të ndryshme dhe kemi folur shumë për mënyrën se si punojmë dhe produktet tona, qoftë edhe në rrethet tona shoqërore, dhe mendoj që shumë njerëz kanë filluar që t'i vlerësojnë më shumë këto produkte. Dhe tani mendoj që kemi 50-50 midis blerësve të huaj dhe blerës shqiptar. Këto produkte nuk kanë as pak impakt negativ, madje kanë impakt pozitiv, sepse në rast të parë ndihmojnë në reduktimin e mbetjeve, sado në një sasi të vogël, por japin atë kontributin e tyre. Dhe e dyta, ne kemi një përbërje të rreth 90% materiale komplet natyrale dhe nuk përdorim edhe për veshjen e drurit apo veshjen e cilindrave, nuk përdorim kimikate, por vajra natyral. Kështu që mendoj që impakti është goxha pozitiv. Nga janari i vitit që vjen, 2026, do lançojmë në treg 2 abazhur të tjerë. Njëri prej tyre është një abazhur për masa më të mëdha, por është një vazhdimsi e tasit, pra ripërdorim të njëjtat materiale të ngjashme, dhe abazhuri i tretë është një bashkëpunim i ri që ne kemi me një startup tjetër që quhet Zeja. Ata merren me riciklimin e letrës dhe bashkë kemi zhvilluar një material që ka në përbërje letër edhe napa për ta shndruar letrën në një material shumë të fortë që nuk mund të griset, dhe po bëjmë abazhur tavoline kryesisht dhe abazhur që varen nga tavani. Profesioni i arkitektit
të ndihmon shumë në strukturimin e punës. Por edhe në gjeometri, mendoj që ne shkojmë për forma shumë të pastra dhe teknika jo shumë të komplikuara, dhe kjo është një qasje që e kemi edhe në arkitekturë dhe po e reflektojmë tani akoma më mirë në produktet e dizajnit. Mendoj që shumë e rëndësishme nëse do të riciklosh, të tejkalojmë atë fazën fillestare të produkteve të dizajnit që jemi mësuar më shumë të shohim cilat janë materiale shumë bruto të ricikluara, por të përpiqemi të gjejmë forma pak më elegante, të një cilësie më të lartë të ripërdorimit të materialeve. Dhe pastaj duhet shumë punë kërkimore dhe kreativitet për t'i transformuar mbetjet në produkte, po është më së arritshme.